Përshëndetje për shikuesit e emisionit Familja Jon. Po flasim nga klinika gjermane e syve në Prishtinë. Sot do të trajtojmë një temë që unë shpesh të them është një sëmundje bashkëkohore e syve. Pse po them bashkëkohore e syve? Për arsye po flasim për syrin e thatë. Po them bashkëkohore për arsye se po e dim që gati të gjithë ne, si pjesa më e madhe e njerëzve, po çojmë para ekraneve. Duke filluar nga fëmijët që rrinë shumë gjatë në telefona. Pastaj kemi pacientët ose personat që rrinë shumë gjatë para ekranit për arsye se e kanë punën, e kanë profesionin e tillë. Kështu që në farë mënyrë na vetëm po e vështirësojmë punën tonë, po vështirësojmë problemet që na paraqitet në sy. Zakonisht pacientët që vinë me këto probleme zakonisht ankohen që e thonë edhe shumë mirë. Kam një ndjenjë thonë sigurisht se kam zallë, se kam rërë në sy, se kam diçka në trup të huaj në sy. Çdo person që e ka qitë një ndjenjë, që realisht i duket se gjithmonë i duket se ka diçka në sy, po e vret diçka në sy, s'është rahat, domethënë. Këto raste pengon drita shumë, syni skuqet, pengojnë për shembull sërish ata persona që vozisin natën, thonë dritat po pengojnë shumë. Kështu që një gjë e tillë mund të vijë nga syri i thotë. Po ashtu si në fillim e thash që është problem bashkëkohor, se është në krejt botën është po që syri i thotë domethënë po shkakton probleme. Ne themi para disa viteve na kemi si mjek syve kemi neglizhuar këtë problem. Po është po që syri i thotë po shkakton mjaft probleme. Po ndikon në modët që ne i bëjmë për atë që dojnë të operojmë, po sërish këta persona që dojnë të largojnë syzat apo kirurgjinë refraktive. Është po që syri i thotë na bën shumë probleme edhe në modët të sakta që bëhen. Kështu gjithmonë do të kemi kujdes në këtë rast. Po unë shumë i preferoj pacientët e mi realisht. Personat që janë para ekranit, personat që janë shumë para telefonit, punojnë në vende të mbyllura, kanë dritë artificiale, nuk kanë dritare në zyret ku punojnë, atëherë të përdoret lotja artificiale. Lotja artificiale nuk shkakton varësi, nuk ka efekte anësore, kështu që mund ta përdorni. Është e mirë që mund të mirët pa recetë, vetëm se unë ju them këto temi pa recetë, mos keq përdoret, si din keq përdoret ndonjëherë të laboratorit të ndryshme që i kërkon lot artificial, i jep antibiotik ose kortikosteroid. Këtu duhet të ketë kujdes. Që përdorni lotjen artificiale.